jeni të pastrojmë gjithë shtëpinë së bashku pas pushimeve që ishim 3 javë larg, edhe të heqim pemën e vitit të ri bredhin se kaluan festat. Tani do t'i zëm të gjitha punët me radhë, ndaj bëni nga një kafe, edhe uluni të më shikoni mua duke hequr të zitë e ullirit, siç themi nefe nga zona tonë. Në fillim do vë një buqet me lule, të cilën masollën në shtëpi, shoqja, edhe që të më zbukuroj pak ditën, dhe kuptohet që lulet e freskëta edhe aromë të mirë bien, edhe të zbukurojnë ditën, darkën, se ishte darkë kur I fillova punën të shtëpisë. E vendosa edhe të gjitha këto në rregull, gjërat që kisha blerë te supermarketi se sa erdhëm, edhe nuk ishte as edhe një frigoriferi, u kthyem të gjithë nga pushimet. Këtu po mbledh rrobat e burrit të gjitha, të cilat I lani than, te tharësja rrobave, dhe pastaj I ndër në karrike që të mos I ketë të zhubërosura, do me thënë që të mos duhet t'i hekurosi këto xudhira bën burri tim, po. Pasi hoqja dhe ato mënjane që të mundem t'i hekuros disa që duan hekur edhe t'i palos t'i vë në vend, erdhi rada të heqim këto kupat që I kishim për festat e fund vitit, edhe t'u themi bye bye për këtë vit, të jemi mirë, edhe do t'i përdorim prapë për vitin tjetër, ndaj edhe I çova lart në frigorifer. Ditën e parë që u kthyem gatova karkaleca edhe pilafën, diçka e shpejtë edhe e thjeshtë, edhe fillova nga të gjitha punët me radhë. Këto ishin pjatat edhe gotat të cilat u bënë gjatë mëngjesit, jo se kisha lënë ende palara. Në fakt të gjithë shtëpinë të pastër kisha lënë kurika, I kisha mbledhë të gjitha, edhe tapetët e vegjël edhe ato, çdo gjë ishte në rregull, por po të jetë e mbyllur shtëpia 3 javë, kuptohet që do ketë pluhur, edhe me që u kthyem unë me valicat e mia, burri me valicat e tij, bëhej një çik nami derisa t'i vendosim të gjitha në përvende. Ndaje edhe unë fillova nga kuzhina, e cila është dhoma më kryesore për mua, atje bënen të gjitha punët, le që derisa ta mbaroj ta përfundoj të gjithën do bëhet nga 100 herë, se jo do ha mëngjesin duhen lar pjatat, jo do ham drekën duhen lar prap pjatat, jo do bënen kusi, jo tenxhere, jo njërën, jo tjetrën, më kuptoni. Darka na zuri me borë këtu në Angli, edhe të nesërmen u zgjuam me borë, ato ditë që erdhëm, ndaja fillova, u vesha mirë si shikoni edhe me çizme edhe me xhype, edhe hodha një herë plerat jashtë, kartonët më veç I kanë këtu, gjërat e tjera më veç, do me thënë plerat e përgjithshme bashkë në një si e thonë këto karton, jo nuk e thonë kartonë, në një vend janë të përbashkat, në një vend tjetër janë ato që I kanë për recycling, kartonët, qelkin e gjërat e tilla. Pasi I nxorra edhe plerat, me që do të kalon një timbljedhni, se kalon një herë në javë, pastaj fillova me lavatriçet edhe me tharëset e rrobave. Nunë nuk kisha rroba për të larë, që solla nga Greqia, se nuk kisha marrë rroba, edhe ato që kisha 2-3 rroba që bleva ndja, I lava në Greqi tek Eva, edhe tek motra, do me thënë, për juve që nuk na njihni dhe jeni të ri këtu te kanali tonë, vetëm që kisha për të larë rrobat e burrit, I cili I solli nga Egjipti edhe nuk I kishte larë të gjitha, edhe duhet I lanim në Angli. Nejse, e pastrova kuzhinën siç mund të shikoni, I hoqja, kisha disa gjëra të vitit të ri këtu të festave në kuzhinë, edhe I mblodha edhe ato me radhë, siç u thash që t'i kemi gati për vitin tjetër para Zoti, edhe pastaj ja mora të gjitha pluhurat që ishin bërë sa mua në këmbë, o zot, shumë pluhur, nuk e di nga del ky pluhur, sa hap derën, një herë vjen pluhuri, pastaj ja vjen ajri I pastër, ç'të them. Unë me fshes në korrendit me këtë shkopin marrë edhe kamucete, që mund të ketë ndonjë merimanga, ndonjë merimang nuk ishte, as kamuce, po e kam si fiksim unë që kur shi të kaloj edhe një herë tavanët, të jemi të sigurt. Edhe pasi fshiva, lava, pastrova e rregullova të gjithë kuzhinën, I shtrova edhe këto postet e vogla në kuzhinë, dhe kuzhina është gati siç mund të shikoni. Për një orë do rri kështu, se pastaj kur të fillojmë gatimet e kështu do bënet prapë, po këtu mund të shikoni që ja kam edhe gjellën gati, si që tregova. Tani radhën e ka dhoma e pritjes, saloni, do me thënë që bëhej nami edhe këtu. Në radhë të parë duhet të hiqja edhe pemën e vitit të ri, por duhet të hiqja edhe të gjitha dekoret që kisha vendosur te shkallët, mbi kalorifer, mbi tavolinë, po se mua festat e fund vitit më pëlqejnë aq shumë,
sa dua të jetë e zbukuruar e gjithë shtëpia. Më kënaqin shumë edhe me që kuptova, se djali sa çdo vit edhe rritet më shumë, kuptova që dhe ai pëlqejnë shumë, se më thoshte, mos i hiq akoma mami, mos e hiq bredin, të rri edhe ca ditë, të kemi Krishtlindje dhe të kemi festa, po detyrimisht duhet i hiqni. Por duhet të di tani që nga motë duhet të blej dhe stolira të tjera, dekore të tjera, do me thënë, çdo vit unë i ruaj dekoret që kam nga viti parë. Dua t'u them që pemën e vitit të ri e kam që kur lindi djali, do me thënë djali është 6 vjeç e gjysmë, e kam që kam pemë, 6 vjetë që e kam blerë, edhe me që e kujdesë, nuk ka pësuar as edhe një gjë, edhe të gjitha dekoret vit për vit shtojnë disa të reja, si vjet bleva disa lule, që ato rozët në qose i patë tek pema, edhe çdo vit shtojnë nga diçka të vogël, por nuk i hedh poshtë. Më vjen gjyna, mirë, kur prishen pa diskutim. Po dhe djali tani ka filluar të mos i preki, se kur ishte më i vogël, do t'i lëviste, do t'i thyente, tani i kujdes edhe ai më shumë. E hoqja pemën e vitit të ri, edhe tani hoqja edhe këtë që u thash që kisha dekoruar tek shkallët, si e thon këtë, le të themi nuk janë gjethe, po nejse tani, kuptuat, e shikoni se cila është, e hoqja dhe atë bashkë me dekoret që i kisha vendosur, blodha një çik lodrat e djalit që të mundem të fshij vendin, edhe pastaj do t'i hapi prapa i pa diskutim. Vendosa dhe abazhurin edhe këtë tavolinën e vogël ku ishte bredi, se këtu ishte vendi tyre, po i kisha hequr që të vendosja bredin në anë të shtëpisë, në krye të shtëpisë në fakt, edhe tani u vesha mirë, vesha gjypin e burrit që po thahej, ishte i tharë në fakt, edhe i çova të gjitha këto tek një dhomë që kemi në kopësht, edhe që ruajmë atje gjërat që nuk i përdorim për çdo ditë. Më tha burri që leri në mes të vendit se do t'i rregulloj unë kur të vi nga puna, po mua nuk më durohej, kisha harruar edhe këtë te dera, edhe e hoqja dhe këtë, dhe fillova të tund të gjithë këta jastëkët figurativ, postet, që të iki pluhuri i shumtë, sado që unë postet nuk i kisha shtruar, më të shumta do me thënë, ato që shtroj në tokë, për dhe i kisha të lara edhe i kisha të mbledhura, se dia që kur të kthesha nga pushime do kisha shumë punë, edhe nuk do rria të laja edhe poste, ndaj kisha gati. Këto që kisha mbi koltuk i shkunda vetëm, se nuk ishin ndonjë gjë, edhe pastaj i fshiva edhe koltukët, të gjithë jastëkët këta me këtë fshesën e voçkël, këto copat që ka fshesa do me thënë, që ka ekstra për çdo punë, e fshiva, edhe kjo mbulesa ishte e pasër prapë, e shtrova në kanapen e madhe, kanapen e vogël, të gjitha me radhë, mora pluhurat siç mund të shikoni edhe këtu tek kjo pjesa që është pas dere, do me thënë është ky dollapi që mbajmë këpucët këtu, pluhurat nga këto tavolinat e vogla, të cilat me që janë kështu si punë mermeri nuk para duket pluhur, po unë e ndjej, edhe e kam si fiksime që duhet i marr pluhurat të gjitha me radhë, kuptohet pas 3 javësh. Është gati edhe saloni do me pritjes, të ka qef të rish ta shikosh o njerëz. Unë kur e rregulloj kështu, nuk ulem në kanape se nuk dua që ta prish, ulem në anë të kaloriferit këtu, siç mund të shikoni që janë këta jastëkë, ndaj kam dhe jastëkët që të ulem në anë të kaloriferit, edhe ngrohtë të rri, po edhe të mos prishet kanapeja, do më thoni nuk vete mirë me mendje, e di, mos e pyesni, i kam disa fiksime. Tani erdhi radha e tualetit, e cila është dhoma më e vogël në shtëpi, por ajo që ka punën më të madhe, se duhet bërë çdo detaj me shumë kujdes, edhe për njerëz si mua që jemi me fiksime, duhet të bëjmë çdo gjë me shumë kujdes edhe rëndësi të madhe. Përdor këtë bleach, si e thon klorinë, më duket të thonë në shqip, për të pastruar lavamanin. Çdo radhë përdor gjëra të tjera në fakt për tualetin, çfarë gjej në supermarket që e shikoj që mund të jenë të forta, i marr që ti përdor. Kuptohet që nuk do t'i bëjmë të gjitha bashkë këto, se nuk janë mirë, edhe ato aromat e ato që lëshojnë, por çfarë të bëjmë tani, tualeti nuk lahet ndryshe, duhen të gjitha këto klorinat e gjërat e njëra e tjetra, që të pastrohet mirë. Fillova, kur e fillova? Nuk më mori 2 orë, hajde tani të mos themi që 2 orë, po ndonjë orë më mori me siguri i gjithë tualeti, sa ta laja, sa të prisja një çika të klorin, me që ishte ashtu shkumë që të hiqte atë të shumtën, jo se kishte ndonjë kush e di, po nejse, e lash një çik edhe pastaj vazhdova që ta fërkoj me furçë. Puna e fundit fare ishte që ta laja tualetin edhe të ishte gati
për një ditë mos pandojeni më shumë, se kur ke 2 burra në shtëpi, mund të më kuptoni që është e vështirë që të ruhet tualeti i pastër. Ndeza edhe këtë qiriun që e kam shumë kohë tani, ndes ashtu se jep shumë aromë të mirë, kur bëj pastrim me themel, edhe tualeti është gati, siç mund të shikoni. Më mori rreth një javë gjithë shtëpia që ta pastroja, dhomat e gjumit i bëra, po nuk kisha më nerva që të incizoja, edhe kjo është i gjithë pastrimi i shtëpisë. Të kaloni bukur!